Star Plus ka trajtuar ditët e fundit problematikën e ndotjes mjedisore në disa zona të Bashkisë Shkodër. Lidhur me këtë fenomen ka reaguar edhe pedagogu i gjeografisë dhe eksperti i mjedisit Ervis Krymbi, i cili tregon se problematika shfaqet kryesisht në brigjet e poshtme të lumejve. Është një problem për sa i përket qoftë edhe mjedisit, qoftë edhe një elementi kryesor që janë brigjet e lumejve. Është një fenomen që shihet sidomos në brigjet e poshtme të lumejve, gjithnjë duke u rritur edhe më tepër dhe problematika më e madhe gjithnjë është mbetjet e ngurta, mbetjet inerte, të cilat dashje pa dashje me këtë shtim që e shohim edhe ditën e sotme kërkojnë një ndërhyrje. Këto mbetje nuk bën gjë tjetër vetëm se dëmtojnë gjithnjë më tepër mjedisin, duke ofruar edhe sezoni i verës dashje pa dashje. Këto mbetje nuk bën gjë tjetër vetëm se shtojnë impaktin qoftë në komunitetin që jeton këtu pranë, qoftë edhe në komunitetin pothuajse për gjithë qytetin e Shkodrës. Pedagogu Krymbi sugjeron që të dedikohet një zonë për depozitimin dhe përpunimin e këtyre mbetjeve. Shumë normale do të kishte kanë të krijohet një zonë dedikuar pikërisht për sa i përket mbetjeve të ngurta, depozitimit të tyre, përpunimit të tyre, dhe në këtë lloj mënyre domethënë shpëtojnë një herë për gjithmonë në mënyrë të veçantë brigjet e lumejve. Është shumë e rëndësishme ta theksojmë domethënë që brigjet janë mjaft të rëndësishme, qoftë në periudhën e dimrit, sepse po të kishim pasur plota dashje pa dashje, të gjitha këto lloj mbetjes që shtrihen përgjatë brigjeve lumore kalojnë pastaj bashkohen me rrjedhjet e tjera ujore, përfundojnë në hapësirat e tjera dhe nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se shtojnë më tepër ndotjen. E gjithë kjo sasi e mbetjeve që hillet pa u shqetësuar nga persona të papërgjegjshëm përfundon nga ujërat e lumit Kir në Bunë e më pas në detin e Adriatik, jo vetëm duke ndotur tej masa atë, por edhe duke sjellë probleme të tjera. Një prej shkaqeve që kanë ndikuar në devijime të ndryshme të këtij lumi, sipas edhe specialistëve të fushës, janë mbeturinat që përfundojnë në rrjedhën e tij. Edhe pse disa herë është bërë thirrje që të mos hidhen aty, por edhe të pastrohen, diçka e tillë nuk ka ndodhur dhe kjo situatë përkeçësohet ditë ditës.